Çmimet e kafes dhe kakaos po rriten me ritme të shpejta dhe dal ngadalë po e nxjerrin vendin ton nga lista e destinacioneve me kosto të ulët, si për vendasit ashtu edhe për turistët. Të dhënat e Instat tregojnë se çmimet e kafes, çajit dhe erëzave u rritën me 7.1% në tetor të vitit 2025, krahasuar me tetorin e vitit 2024. Kjo ishte rritja më e fortë ndër të gjitha grupet e mallrave të konsumit bazë që merren në konsiderat për madjen e inflacionit, por ndonë se çmimet kanë ardhur në rritje, të njëjtën tendencë ka pasur edhe konsumi, teksa zakoni i përditshëm për shumë shqiptar është i vështirë për t'u lënë apo reduktuar. Të dhënat e tjera të doganave tregojnë se për 10 mujorin, konsumi kafes arriti në 6.7 mijë ton, niveli më i lartë i konsumit, të paktën që nga viti 2018, kur dogana raporton të dhënat.